Gjykata themelore në Prishtinë i ka konsideruar të pabazuara faktet e përmendura në kërkesën për sigurimin e padisë kundër vendimit për shtrenjtimin e rrymës. Provat e përmendura në dokument u konsideruan jo relevante e të pabesueshme. Në akt vendim, mesjerash thuhet se propozuesit nuk kanë elaboruar konkretisht nëse një vendim i tillë cënon interesin publik. Vendimi është kontradiktor sepse nuk i përmban elementet detyruese të një vendimi të argëtuar mirë për faktin se, siç e thash, ne mendojmë që dy këto kushte të kërkuara me nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ në rastin konkret plotësohen. Andaj, përpiluesi i padisë Ardian Bajraktari ka dorëzuar ankesë në gjykatën e apelit kundër këtij aktvendimi. Vlerësoj që damet vetëm tashmë kanë filluar të vrehen për faktin se vetëm dje kemi publikim të indeksit të çmimeve nga ana e Agjencisë Statistikave të Kosovës, sipas të cilës kemi rritje prej 3% në nivel të përgjithshëm, nuk paraqet ndonjë nevojë për konsum të madh të energjisë për shkak natyrisht që një vendim i tillë nuk do të ishte cënimi i interesit publik. Padia ishte dorëzuar më 2 maj, një ditë pas hyrjes në fuqi të vendimit të ZRE-s për rritjen e tarifave për 16.1%. Nëpërmjet këtij dokumenti, kërkohej të paktën pezullimi i vendimit deri në një afat tjetër.